dhe përdorimi që donte në dy kahe. E para ishte që antibiotikët përdoreshin më shpesh se sa duhet, duke pasur mbetje ose kafshët thereshin jo duke zbatuar atë periudhën në të cilën organizmi i kafshës mund ta përthithi antibiotikun, dhe tjetra ishte që antibiotikët po përdoreshin edhe antibiotikët që përdoren në njerëz. Pra jo vetëm mënyra e përdorimit, por dhe llojet e antibiotikëve ishin nga më të ndryshmet. Për të mos folur pastaj për problemet me ngarkesën mikrobike, pra nga bakteriale, si ne shpesh edhe në këtë studio kemi folur për produkte të mishit të prekura nga listeria dhe salmonella, gjithashtu kishte edhe mbetje të hormoneve të cilat rrisnin masën trupore të kafshëve. Duke u nisur nga gjithë këto probleme, BE-ja, sepse kjo nuk ndërpritet, duhet kuptojmë që nuk ndërpritet me të parën, pra lirë rekomandime pas çdo auditi. Vetëm në Brazil është kjo? Të gjitha unë ju thash, BE-ja në të gjithë vendet e treta, në të cilat merr produkte me origjinë shtazore, i auditon vetë. Pra, përveç kontrolleve që bën në pikat e inspektimit kufitar apo në treg, auditon në mënyrë frekuente stabilimentet nga të cilat prodhon. Pra për të garantuar pikërisht të gjithë sistemin e monitorimit, që hyn gjurmëshmëria, që hyn sistemi hasap, që hyn standardet, që hyn kushtet higjieno-sanitare, pra çdo gjë. Dhe kjo do të thotë që e shikoni se sa të përgjegjshme janë politikbërja, pra përveç kontrolleve që bëhen në kufi dhe në territorin e vendit, kujdesin të kontrollojnë dhe në të gjitha vendet e treta. Ne po flasim tani, meqense aktuale është mishi i